Skandal në administratën Trump publikohen mesazhet ku zëvendës presidenti amerikan thotë se urren ta shpëtojnë Europën përsëri. Administrata Trump është gjetur në një skandal të madh. Në fakt, kryeredaktori i The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ka njoftuar se ai ka qenë pjesë e një grupi në aplikacionin e mesazheve sinjal ku njerëzit kryesor të Trumpit po komplotonin një sulm ndaj Houthit në Yemen. Të premte në 15 mars, bota mësoi se amerikanët po bombardonin grupin rebel dhe Goldberg thotë se dinte për këtë plot 2 orë më parë. Goldberg pretendon se sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth i dërgoi atij një mesazh me plane të detajuara për sulmin saktësisht në orën 11:44. Mesazhi listonte objektivat, llojet e armëve dhe kohën e saktë të sulmit. Kryeredaktori The Atlantic nuk publikoi detaje teknike të sulmit sepse, siç thot ai, mund të kompromentojë njerëz të caktuar në ushtrinë amerikane dhe në fund të fundit nuk është në interesin publik. Megjithatë, ajo që është në interesin publik, theksoi ai, është gabimi i madh i bërë nga njerëzit kryesor të Trump që gabimisht e lanë atë në grupin e komunikimit të brendshëm. Kështu, midis mesazheve mund të lexohej dhe kundërshtimi i zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance në lidhje me vetë sulmin, shkruajnë mediat e huaja. Ai tha se nuk i pëlqente ideja e shpëtimit të Europës përsëri. Sekretari amerikan i mbrojtjes Peter Hegseth tha më herët se sulmet, cilat goditën objektiva të shumta në 3 ditët që nga 15 mars ishin pjesë e një fushate të paepur që do të vazhdojë derisa Houthi t'i jap fund sulmeve ndaj anijeve tregtare në detin e Kuq, një korridor i rëndësishëm tregtar. Goldberg thekson se Vance tha në bisedë se ai beson se sulmet janë një gabim, duke vënë dukje se vetëm 3% e tregtisë amerikane kalon përmes kanalit Suezit, ndërsa tregtia europiane varet nga kjo rrugë me një peshë prej 40%. Ekziston një rrezik real që publiku të mos e kuptojë këtë dhe të mos e kuptojë pse është e nevojshme. Arsyeja më e fortë e sulmit është se, siç tha presidenti, për të dërguar një mesazh, shkruan te Vance. Ndërkohë, nëse mendoni se ne duhet të sulmojmë, në rregull, unë thjesht e urej të shpëtoj Europën përsëri, shtoi ai. Ai vazhdoi se nuk ishte i sigurt nëse presidenti Trump ishte i vetëdijshëm se sa jo konsistente ishin sulmet me mesazhin e tij aktual për Europën, duke vënë dukje se sulmet mund të shkaktojnë rritjen e çmimeve të naftës. Unë jam i gatshëm të mbështes konsensusin e ekipit dhe të mbaj për vete dyshimet e mia, por ka një argument të fortë për një muaj vonesë për të përgatitur publikun për të shqyrtuar gjendjen e ekonomisë e të tjerë, tha Vance. Ndryshe, mendimi i fundit i ditës erdhi nga Pete Hegseth, i cili thjesht shkroi: "Jam dakord." Kryeredaktori The Atlantic njoftoi se të nesërmen ka ndodhur një sulm ndaj Houthi dhe se njerëzit e Trump kanë uruar njëri tjetrin brenda grupit për operacionin e suksesshëm.